dukem tani sikur do shkoj në ndonjë dasëm. Ja pra edhe tava është gati. Që fundjavën tjetër martoj shoqen e fëmirisë, shoqen që kam pasur në bank. Shikojni pak se sa është ora. Po bie me gjithë kamerë. Ose do na i kemi garbitur kushon, ose nuk e di që i ka ndodhur. Qo moj nuse, qo moj bi, qo moj nuse, qo moj bi. Amita qërshi. Këtu te kafja ku ishim, takova dy gocat vogla. Mirëmëngjes nga një vlog i ri. Nuk më besohet që po xhiroj 2 javë rresht, por ju kam dhënë fjalën që do bëj më shumë video këtu në YouTube. Mund të dukem tani sikur do shkoj në ndonjë dasëm, se e kam ngarkuar pak make-upin tek syt, por kisha për të xhiruar një video, një bashkëpunim që kisha për Instagramin me një fustan eventi, edhe ai ishte në Royal Blue, kështu që dhe unë mundova të përshtasja pak make-upin, se na i do puna tani ç'të bëj. U kujtova që të hap vlogun, sepse jam duke gatuar tavën për të cilën kam marrë më shumë pyetje në Instagram, që është tava me patlıcan dhe mish të grirë, edhe kur e kam postuar një herë në story, kanë ardhur plot pyetje, na trego recetën, si e bën, si ke durim, etj. Dhe thash, pse mos hap një vlog të ri, duke qenë se ju kam dhënë dhe fjalën, t'ju tregoj pak edhe gatimin, t'ju tregoj pak edhe fundjavën. Besoj se për shumicën nga ju është një gatim shumë i preferuar, sepse unë e kam ndër më të preferuarit, edhe pse ka pak punë. Unë tani kam përgatitur gjërat pak a shumë, i kam ngrirë ato për bërësit që të mos më vonoj. Duhet keni pak kohë, por gjatë fundjavave mund ta bëni shumë lehtë edhe nuk e di, unë e shijoj procesin negativ, nuk e di se si është për ju. Ndërkohë sot është e premte dhe sapo më mori një zonjë në telefon, sot e kësaj dite nuk e kuptoj njerëzit që të marrin në telefon edhe të pyesin kush je. Unë nuk di të kem marrë ndonjë numër këto ditë gabimisht, edhe i ka dalë numri im atje, por thjesht insistonte kush je. Unë i thoja zonjë dashur, më keni marrë ju në telefon. Ajo vazhdonte dhe insistonte kush jam unë. Dhe pastaj e mbylli. Nuk e di. Në qoftë se nuk më keni bërë akoma subscribe, ju kujtoj të më bërni subscribe, se sa më shumë subscribe vin, aq më shumë më motivohem që të bëj video të tjera. Dhe ju pres në komente për çfarë do lloj sugjerimi, kritike, komplimenti, pyetje, çfarë do që të keni, më komentoni, sepse kështu e kuptoj që ju e shikoni videon, e pëlqeni video. Do jetë gjithë fundjava në këtë vlog, kështu që qëndroni deri në fund. Atëherë, nuk është pamje më estetike në botë, por vëmendje t'ju tregoj pak për bërëset e tavës. Atëherë, janë 2 patlıcan, të cilët unë ndaj në mes, edhe dalin 4 pjesë patlıxani, një domate që do t'ja shtojmë brenda. Këtu kam një tjetër patlıxan që e kam ngrirë në kubik, 5 selpinj hudhër, 2 qep, në qoftë se keni qep të madhe mund t'i hidhni edhe vetëm një, po unë i hodha 2 të vogla, do të thënë do t'i hedh 2 të vogla. Spec, 2 speca jeshil, 2 speca të kuq, në madhësi të mesme, pak salcë domate dhe për 2 persona 300 gram mish të grirë viçi. Tani kjo është masa që unë bëj për 2 persona. Nëse jeni më shumë persona, normal mund të hidhni 500 gram mish, mund të shtoni 2 patlıcan të tjerë, mund të shtoni edhe 2 speca të tjerë. Pra në varësi të numrit të personave që jeni, po unë duke qenë se janë vetëm 2 persona, këto masa përdor, dhe për erza normal piper, krip rigon, gjethe dafine, djegse, edhe çfarë jetë tjetër? Këto. Në mos kam harruar gjë, shpresoj mos kem harruar. Gjithsesi tani do ngri qepën dhe të fillojmë ta përgatisim të gjithë masën fillimisht në tigan. Atëherë, patlıcanët që do mbushin, fillimisht do t'i kalojmë me pak vaj në tigan, të marrë një faqe nga pjesa jashtme dhe një faqe nga pjesa e brendshme dhe i kaloj direkt tek këta vaj qelqit. Edhe pastaj do punojmë vetëm me pjesën e mbushjeve. Unë nuk i mbush fiks, do me thënë që t'ja heq brendësin edhe ta mbush. Unë thjesht mbush tavën, edhe këto i mbuloj me mish, edhe dalin shumë të mira, nuk e di tani se si i bëni ju, po patlıcanët i kam vendosur në tavë dhe tani fillova me i qepën, të zbutot pak qepa dhe do shtojmë pudër
Më pas gështojmë specat dhe patuzanin edhe do t'i skuqim të gjitha bashkë. Tani kam shuar dhe mishin edhe do shtoj erëzat. I shtova dhe domaten dhe salcën e domates. Tani do t'i lëm të zjejnë derisa të pikset, pra mos jetë shumë e ujshme masa. Dhe do t'a kalojmë tek tava dhe pastaj në furrë për 20 minuta. Besoj është gati. Ndërkohë unë nuk dogja, ndodhi padashje. Kështu është kur nxiton edhe do t'i bësh të gjitha shpejt, nuk vishesh në mënyrë të përshtatshme për të gatuar, ja. Tani do t'i vendos pak kompresa me akull. Dogje krau! Ua, Florenca, u dogje shumë? U përcëllova! Ua, më raf pika! Gjella është gati, do t'a lësh shumë pak lëngun që ka ngelur dhe do t'a kaloj në tavë. Ja, pra edhe tava është gati, tani do t'a fus në furrë, kështu duket në përfundim, siç e shikoni pataxhanët janë të mbuluara, edhe i kam hedhur dhe pak gjellë sipër dhe i shtova shumë pak ujë. Unë doja! Sot i ma, do budallaqe! Jam dikështu? Për zotin ti e hu. Desha me gatu me stil. Me bark jashtë. Mos më ngjelet shenjë. Po jo, më të rrit djelë se s'ngjelet shenjë. Ne sa po dolëm, unë hoqa make-upin që kisha bërë në mëngjes, se po më bezdiste shumë. Hoqe prizën. Po, hoqa prizën. Barkun e ka më mirë tani. Sikur u qetësua, normal që dallohet që është djegur aty, po shpresoj të kaloj për disa ditë edhe ta kem parasysh për herë tjetër. Tani duhet të shkoj në postë sepse kam pak punë tek posta. Çfarë punë? Me recipet. Edhe do ulemi të pim një kafe, po kemi dalë pak herët se kisha merak se mos më mbyllej posta dhe ngelesha pa mbyllur punë, se nesër është e shtunë e diel edhe nesër me shumë mundësi nuk mbyll dot gjë. Kështu. Pim një kafe, ndoshta na sjell në vete kafja. Nuk e di, po nuk kam parë më të papërgjegjshme se sa postat, korrierët që janë këtu në Shqipëri. E para, rregullat për veten e tyre i vendosin si duan ata, koston e transportit, kur do ta paguash ti atë postën, që t'i shkoj klientit në kohë etj. Ndërsa në momenti që kam për të bërë likuidime dhe për të dhënë lekun që ty të takon, fillojnë edhe jo po nuk është hedhur në sistem, jo po hajde nesër, jo po hajde pas nesër, jo po kështu, jo po ashtu. Era e tretë që shkoj sot, edhe prapë mbylla punë. Tani të mendoni unë sot flash punët e tjera, sepse duhet të shkoja në orar aty për t'i marrë këto likuidimet. Një ditë tjetër që shkova më përpara, përsëri lash punën, e kështu me radhë edhe ditën tjetër edhe ditën tjetër. Me pak fjalë, çdo ditë kam marrë nga 2-3 orë kohë për postën, për një gjë që më takon, pra, që nuk është diçka që ata fundi e kanë marrë lekët në fund të ditës, edhe janë paguar për këtë gjë, dhe të vërtitin të lenë pas dore, jo sot, jo nesër, jo sot, jo nesër. A thua se ti e ke të rrezik, e vetëm atë punë, edhe duhet të merresh me ata t'ju shkosh nga pas tani kur përfundojnë ata likuidimet dhe kur përfundojnë ata sistemet. Ti kapësh kur e kanë ata sistemin në rregull. Shumë papërgjegjshmëri, kostot i kanë rritur komplet postat për transportin në rrethe, nuk e kuptoj. Jam tani tym në nerva edhe shumë e bezdisur sepse ajte kisha mbyllur punë, po prap kam punë për të bërë nesër, ose jo nesër të hënë prapë. Nuk e kupton.
S'ki faj se ti nuk e kupton. Është zemrën, shpirtin, jetën, trupin, ku e ki trunin. Fucking stupid. Këtu te kafja ku ishim, takova 2 goca të vogla, mund të ishin 10-12 vjeç maksimumi, ishin shumë të vogla, edhe më kishin parë në YouTube, ishin shumë cute, më folën aty. Gëzohem shumë kur më flisnin nga afër, sidomos kur më flasin kështu goca të vogla, i kam shumë qef, edhe më bet qefi. Normal që më bet qefi. Nuk i nxora në kamerë, sepse normal kam prindër edhe nuk dua që, mbase prindërit nuk duan që ato të ekspozohen në YouTube apo në Instagram, edhe prandaj nuk i nxora, po gjithsesi përqafova pak aty dhe siç e thash më bë shumë qefi. Pavarësisht i tallesh me këtë gjë, po s'ka problem. Unë jo më stallë. Ja, ishin shumë të mirë ka. Po të kapin emocionet të ja shpirë. Nuk më kapin emocionet, thjesht nuk di si të reagoj, sepse... Të reagojsh, nuk me të bebe të vogla. Si të reagoj? I përqafova. I përqafoj, pyet për emrin. Bën një foto me ta se ke qef, dhe në majke telefoni jo. Po, i kam kështu kujtim. Më ka ndodhur disa herë që edhe tek lagja ime... Veç të vogla të foli, sa të mëdhojat... Të mëdhojat s'më folim, pra, ndoshta kanë siklet, ndërsa këto të voglat janë më të lirshme. Po, kjo do thot që pas ka ardhur YouTube edhe këne një lagja tjetër. Po pra, që nga shpërndar. Bravo, goca, bravo. Kështu. U knaqa, më ikën ato nervat e postës. E shkarkova energjinë e keqe të postës. Po që vërtet posta ma ka sjell këtu. Nuk durohet fare. Do bëjmë në xhiro. Shku, ku shojim shku. Do bëjmë në xhiro, kusha. Shku, ku shojim jena tani jemi për xhiro, për shef. Jena një pa mi vend. E lam dhe makinën e pastruam e bëm zit. Se nesër do na vinë njerëz, unë nuk ju thash, po nesër do na vinë njerëz. Edhe në fundjavë do ikim për Burel, kështu që shohim se si do na shkoj kjo fundjava. Se fundjavën e parë u kënaqem, kalua mirë. Po që besoj edhe këtë fundjavë mirë do kalojmë, tani po mbie dielli më verboj. Unë i pas kam syzet qelbur. Priti dhe sa u bërë kuqe kaloj. Që ti bësh boli të rrësh. Por ishte jeshile, o mirë. Të gjithë presin të bëhet jeshile, a i presë të bëhe kuqe. Por ishte jeshile, kishte në 6-7 sekonda. Priti 7 sekonda në kaloj prosoj. Hajde, bolo, hajde. Ku po shkon bolo, si ishte ajo? Ma, se di. Me maqokun, ku po shkon bolo. Bolo. Unë jam këshu memorje memesh, vetë meme më kujtojnë tërkohë, në çdo situatë lidhme nga një meme. Veç më zboj ekstremin në zemë. Jo, ekstremin nuk e bëjmë. Ekstremin na bëjmë videon e kaluar. Shto. Qa do bëjmë në shtëpi tani? Nëse dhja që ishte ekstrem, po qa shtëpia tani në shtëpi do bëjmë lojra, kur të shkojmë. Qa shtëpia? Po do t'i bëjmë për Instagram, mos u mërzisni, na ndiqni edhe në Instagram. Kurike, për qa como fa. Se di si ju duket lëkura, më duket shumë mirë me produktet. Ndërkohë që vetulla është bërë pa hequr, këtë muaj nuk i bëra vetullat laminim, se s'kisha kohë. Edhe kam ngelur kështu pak si në ditë të hallit, më shlutur motra, po s'kam pasur kohë. Unë tani sapo kam mbaruar kontentin, jam lodhur, ase disa ka shkuar ora, më duket është 6:30. Edhe po mendoj të dalim pak, të pim ndonjë kafe, që të ndryshoj pak edhe ambient, se ngela mbyllur në shtëpi. Kam arruar që t'ju tregoj që fundjavën tjetër martoj shoqen e fëmijërisë, shoqen që e kam pasur në bank, nga klasa e 3 deri në klasën e 9. E kam pasur gjithkohë në bank. Tani nuk e din nëse përcaktova mirë këtë fjalën fëmijëri, por që kemi qenë goxha të vogla kur e mi njohur, në klasën e 3, edhe pastaj u rritëm bashk. Kemi kaluar shumë kohë në shtëpinë e njëra tjetrës, madje ajo është bërteze shumë e vogël, sepse ka 3 motra më të mëdha, edhe mbaj mend të shkoja çdo ditë, mbanim besën e saj pas ditëve ose ditët që ne ishim pushim.
shikonim telenovela spanjolle, meksikane, shikonim Marichuin edhe këto. Edhe kam kujtime shumë të bukura, mu bë shumë qefi që më ftojnë dasëm, ne kemi ruajtur kontaktin, pavarësisht se nuk është se dalim apo jemi takuar, kemi goxha vite pa u takuar më sakt, më shumë se 7 vite, pa pirë asnjë kafe, sepse ajo jeton në Kanada, edhe tani kishte ardhur për dasmën dhe normal që më dërgoi dhe ftesën. Po gjithsesi të bëhet shumë qefi që sado kohë kalon, dikush i ruan kujtimet me ty edhe të vlerëson, sepse një ftesë, unë për shembull në dasëm do ftoja vetëm njerëz që vlerësoj, kështu që për sa kohë ajo më ka ftuar, do me thënë që më vlerëson, edhe pse ndoshta nuk kemi më të afërta si dikur. Kujtimet janë ato që ngelen, edhe fëmijëria është nga ato pjesët që nuk fshihet asnjëherë, pra ato kujtime që ne kemi pasur në klasë të 3, klasë të 5, klasë të 6, klasë të 7, janë shumë të veçanta, nuk krahasohen me kujtimet që ne mund të krijojmë në moshën që jemi tani, që jemi të rritur, edhe që kemi më shumë përgjegjësi, edhe që kemi më shumë stres, edhe që kemi më shumë punë, atëherë ka qenë çdo gjë shumë e bukur. Edhe më ka marrë malli shumë për ato kohë. Mu bë shumë qefi për të. Kështu që fundjavën tjetër do ikim për Korçë, jemi për dasëm. E kam vendosur çfarë do të vesh, e kam postuar në Instagram sepse po bëja prova. Dhe më goditja i fustani, nëse nuk më ndiqni në Instagram, Instagramin e keni këtu anash dhe mund të më bëni follow sepse aty jam goxha më aktive se sa në YouTube. Është diçka më e thjeshtë për mua të postoj një story apo një reels të shkurtër apo një postim se sa të bëj vlog. Normal që vlogu të merr më shumë kohë. Kështu. Tani do dalim. Pim një kafe dhe se që thash apo nuk e thash. Nuk e dini qofse ju thash, por sot jemi për rrugë, sepse sot na vin njerëz, na vin kushërinjtë të dashurit tim dhe duhet të shkojmë që t'i marrim në aeroport, vinë shumë vonë, në orën 12:00 të natës, dhe besoj se do ikim direkt për në Burel, sepse ata e kanë shtëpinë aty. Normal që ne i ftuam të rinin këtu, por nesër janë për të nisur për në pushim, për në Vlorë, kështu që preferojnë që të ikin në shtëpinë e tyre, të bëjnë gati gjërat, edhe nesër të nisen herët në mëngjes për në Vlorë që të mos vonohen. Kaq, nuk e di se çfarë do të bëjmë nesër, jemi komplet pa plan. Në fakt ne kishim menduar që do iknim në plazh, duke qenë se dhe fundjavën që kaloi ishim në Korçë, edhe fundjavën tjetër do jemi prapë në Korçë, siç ju thash kemi dasmën. Se unë nuk ju tregova, po të dielën akoma më të kaluar ne u nisëm në orën 8 nga shtëpia për të ikur në Gjirë të Lalzit. Dhe na ka kapur trafiku, kemi arritur në 11:30. Asnjë shezllon nuk ishte i lirë tek plazhi që zgjodhëm, ndruam plazhin edhe kemi kaluar një kështu, si ta quaj, nerv të paparë, më thëmë unë isha komplet me nerva, nuk më bëj asgjë, nuk e kam shijuar fare, u ishte akull i ftohtë, nuk e di pse, as nuk e myrë në det, edhe na iku ajo e diela kështu vetëm në trafik. Pra, edhe kur u kthyem kemi ndentur 2 orë në trafik, edhe kur ikëm 3 orë në trafik, kështu që 5 orë kemi ndentur në trafik, më shumë në trafik se sa ndentëm në plazh. Nuk e di çfarë të vesh tani, po besoj se do ri kështu siç jam. Edhe flokët më janë zgjatur shumë. I thash që këto shampot edhe këto produktet që po përdor kohët e fundit janë 10 nga 10. Ja se dalim për kafe shpejt e shpejt. Plerat që si hodhën. Plerat që si hodhën. Ka pasru njoni, kështë të prendë? Aha. E be? Shikoje me. Ka pasru njoni në... Nuk pendojmë fare që s'kam dalë sot, sepse qënka të merë vapë, që të mendosh është ora, sa shkoj, 7:30 tani, nuk dilet, nuk e di, unë e urej verën, e urej këtë vapën, nuk e dëroj dot. Ka disa gjëra të mira normal, që është dita me gjatë, edhe sikur motivohesh për të bërë më shumë gjëra,
Po, kjo vapa mua më fik fare, e kam thënë 1000 herë, edhe sa herë që dal në vap e them prap, nuk e duroj dot. Ti e duron dot? Ja. Më mirë dimri apo vera? Ma mirë pranvera. Më mirë pranvera. Unë them më mirë vjeshta. Pranvera me mars, prill, maj. E po pranvera nuk është edhe aq ngrohtë, ndërsa vjeshta është dhe ngrohtë, po dhe vap nuk është. Mars, prill, maj. Gjahut më si të ndahaj. Po shtatori që ka lindur goca jote e preferuar, më nuk të pëlqen. Ha? Po ke lind dhe vetë, po hajtë për vetën tënde okej, po për mua s'të pëlqen. Që kam ditë lindjen unë. Do me thënë ty s'të pëlqen muaj që unë kam lindur, të pëlqen muaj të tjerë. Unë se më kam lindër në vetë në atë muaj, kjo sot s'më pëlqen, sot s'të pëlqen, më pëlqen. Më pëlqen qëfar, Ua, po ne ku ishim para erdhën dritat. Më pëlqen qëfar. Na. Sa bëdallin qemi. Se di këtë këngë. Asu se... Full për vetë ti o zemë, sa budallin. E di, por nuk e këndoj dot. Tu daj fur. Më pëlqen qëfar, më pëlqen si dua unë të jenë dhe të gjitha unë t'i ketë. Mua më përshëndete me këtë këngë. Shqitje kam. Po ka përshëndet. Nuk më kishit komentuar në videon e kaluar, a kini bërë plane për pushime apo jo. Kërkoju qik llogaritë. Më duket se dhe ju jeni si unë që s'keni asnjë plan. Po kur të lidh kokën unë pastaj javën e fundit të gushtit, që s'do di ku të rezervoj dhe qa çmime do gjej, atëherë do ta mbledh mendje se deri tani po ri kështu rehat. Po e marr lehtë. Do rezervojmë sot? Rezervojmë në Bukq. Në Booking. Në Bukq? Po. Jo, falenderit, mirë jam Tiranë. Po kishe do një opcion më të mirë, më thuaj. Po për aty ku the nuk më intereson. Plasa vapëve. Ke opcion më të mirë apo jo? Më të fto më të mirë se? Se Bukqi, për pushime. Që ta rezervoj unë sot, ta ndaj mendje. Pa. Ku? Ku? Lisbon. Lisbon? Okej, njerëz. Që të menu më vërta. Jo, është, unë vdes për Portugalin, vetëm të shikojmë qa tranziti ka, se po të ketë për shembull 8 orë tranzit, ose 5 orë, ose 6 orë tranzit. Qatë të oshit, s'kemi nerva. Duam fluturimet shpejta. Jemi moshe thyer, jemi moshe plakur tani. S'na përballojnë nervat. Do ta mendojmë. Gjithsesi na jepni ndonjë sugjerim në koment, mos u bëni të këqij. Më vazhdove ti. E lidhe kamer. Yes. Të bie me gjithë kamer. S'do filmoj. Atëherë do vëmë, s'do filmojmë në rrugë. Kur të rrëzojmë në një ditë në këto trotuaret që janë një po, një jo, një ndoshta, vedoj një dëmtim serioz, në një thyerje serioze, ose... Dëmë shka vidje në më të finale. Ose undën, ose kraun, edhe pastaj ta ndrit. Më pëlqen çfarë, na. Jam bërë shumë humoriste këto kohë, që ta dini dhe ju. Mjafton të shikoni Instagramin tim edhe tjetër njeri. Shumë kreative për të qenë e vërtet. Ka kërku ca kohë dhe Portokallia. Po, së shpejti pres propozime nga Portokallia, nga... E ke patë me Danën. Pa i kam fare. E ka stërvit ca kohë dhe diname. Po duket, ai duket. Edhe unë. Duket të di. Shikojni pak se sa është ora. Është 1:12 e natës. Ne tani do nisemi për në aeroport, ndërkohë që unë jam veshur sikur po iki në plazh.
sepse nesër do shkojmë në lumë, besoj. Edhe nuk doja që të merja shumë gjëra me vete, thash po vishem direkt që tani, ka marrë vetëm pijamat me vete, edhe ky do jetë outfiti për nesër, për në plazh. Shikojni, kështu jam kombinuar. Rehat fare. Me kapele, me syze, në mes të natës. Edhe ti cila është më mirë në këtë orë që mund ta shfrytëzosh ashensorin pa limit, pa të marrë njerëzit poshtë dhe pa të bezdisur. Avioni ka gjysmore që ka zbritur, edhe ne kemi gjysmore që po presim këtu tek dalja, këtu ku dalin të gjitha që vinë këta. Ora ka shkuar gati 3 e natës, po vdes për gjumë, dhe akoma asnjë shenjë tani, ose do na i kemë garbitur kushon, ose nuk e di çfarë ka ndodhur. Entuziazmi ishte i lartë para se të vinim, por tani nuk ekziston më. Apo jo? Kusho, lehtë dhe e bukur. Nuk e dim ku është kusho më. Nuk ka asnjë shenjë. Kusho s'ka një të Kusho është të bukur. Mirëmëngjes nga dita tjetër, edhe sa po kam vendosur se po fan tani, jam veshur, do vendos vetëm pak make-up tek syt, do rregull pak rregullën. Do vendos pak edhe këtë parfumi. Po, vetëm pak ton tek syt, se dua të bëjmë foto sot. Jam shumë e lodhur. Jam tmerrsisht e lodhur, pa gjumë. Ja, nuk e di tani. Po veproj si e dehur. Ndryshova pak këndin, do vë vetëm pak concealer këtu tek syt, se nuk kemi fjetur fare. Sa gënjet në roshi. Kemi fjetur në orën 5, jemi zëruar tani në orën 9. Po rregullojmë pak edhe buzët. Sa pas ke mush me valitë. O bobo. Liftof, ta se freskohesh. Na poqet. 7 days, baks. 7 day lu. Po kusho? Na kusho na. Vridesh për qamu. Kroni. A myllë? O ti se ti je. A myllë? Kështu. Jemi gati. Qo moj nuse, qo moj bi. Qo moj nuse, qo moj bi. Sa numërja. Leonello. Dhe ikim. E nga loti kushoti tako. Sa lek duan? Mendoja që këtë do ishte më freskët, po qenë ka vap. Shumë vap. Ndërkohë që ora ka shkuar 12, edhe sipas planit ton, do shkonim në lumë që në orën 11. Kështu që sipas planit të ri, kush e di kur do shkojmë, nga ora 2 rrezik. S'po punon dhe Instagrami tani në mëngjes, nuk e di çfarë patim. Dhem koka shumë. A dhem koka ty? Pak, më dhem shani me ty. Pse? Unë po shijoj jetën.
Ja bën kastile asaj, e bravi. E bravi. Imagjino të ikim edhe të jarojmë valizhet e makina jonë. Miru pafshim, valizhet. Nëse në t'i zbesh një sot parket. Kuferat. E biqyra vajgam, e biqyra vajgam, jena do sa pono gata. Vuj, mi që stolit edhe luj. Kam ti që s'ka me mujt, në përbaj dhe mos me vujt, si ke tu kam pavesh mujt. Tu është full njerës, është plot, nuk ka asë një vend të lirë. Imagjinoj kemi lënë makinën andaj pas dhe thani po bëjmë këtë rrugën në këmbë. Edhe lokali na tha që duhet të rezervojmë, nëse të duam të vim ditë tjetër për pjesën e shezlonit, duhet të rezervojmë paraprakisht, sepse ndryshe nuk bëhet. Tani do vëmë aty te lumi se Si po duket? Ma më qenë shumë, ka bërë super. Vetëm se uji është pak i thotë. Po Era e mirë. parë që u rrë edhe Po për ujt grof zemra shko ke dushi. E mirë. Po jo, është bukur, ja vlen, për një fundjavë ja vlen. Edhe ka... Fundjavë, më ardë 2-3 orë me po. Pra, për një djelë, edhe qatat shumë bukur, për qenë shumë. Uji është i pastër edhe pse është i ftohtë. Tani sa po porositëm të presim. Pinga che sa bombe bibari, tu che mai Julie, I'm sorry, I am sorry.